me ndryshu këtë botë kuptim ose diçka të tillë, jo në këtë mënyrë. Lerina? Kisha dasht me saktësu pak a shumë se çka është yoga edhe meditimi. Do të thotë yoga është një filozofi, siç thash edhe më herët, mbi 5000 vjet e vjetër. Edhe këta po e tham jo me promovu, po me sqaru se çka është yoga saktësisht, se shumë njerëz kur flasin për jogën menojnë që është vetëm ajo praktika shpirtërore, që faktikisht yoga është një degë që quhen asana, praktikat shpirtërore të cilat praktikohen në yoga. Ndërsa pjesa tjetër e frymarrjeve, do të thotë meditimi, lidhja me këndimi, se bëhet edhe këndim, do të thotë në praktikat e vjetra, origjinale, tamam hinduiste që janë aty bëhet edhe këndime të ndryshme. Kur flasim për hinduizëm, po flasim për një fe. Do të thotë, yoga vjen prej aty në rënjëve, faktikisht. Do të thotë, është e lidhur me hinduizmin edhe me vedat. Do të thotë, është e lidhur edhe me to. Mirë, po mandej modernizimi ka marrë vetëm praktikën e asanave apo pjesën fizike dhe ajo praktikohet më shumë tash si pjesë më moderne. Mirë, po, si filozofi, si përgjithësi, yoga pa tjetër që inkuadron edhe shpirtin. Do të nuk mëjna me thonë që nëse praktikon yoga, ti nuk i me inkuadru shpirtin. Në shumicën e vendeve ku shkon ti me praktiku yoga, ka statuja të ndryshme. Do të thotë, edhe në mënyrë automatike, ato kanë me influencu energji në ambientin ku ti je, edhe këndime të ndryshme në sanskrit. Do të thotë, ato këndime bëhen për shembull mu lidh me hyni të ndryshme, me entitetet të ndryshme, edhe do të shumë njerëz këta nuk e din, këtë gjona i kum shoshit goxha shumë që 14 vjet, edhe i kum analizu goxha shumë që me kuptu saktësisht se çka është kjo praktik, cilat janë rreziqe, cilat janë dobit, se nëse praktikohet vetëm ana fizike, do të thotë, siç tha edhe Hoxha më herët, aty nuk ki rreziqe. Por kur hyn edhe kjo ana, do të thotë, shpirtërore, këndime që bëhen në një gjuhë, as nuk e di se për çka po këndohet, ti nuk e di se me çfarë hyni po lidhesh, atëherë aty është rreziku që ti lidhesh me entitete apo me një botë, me një dimension që as vetë nuk e din se me çka. Ajo pjesa okulte. Po, te ajo pjesa okulte e padukshme. Ndërsa pjesa e meditimit, do të thotë është nga ana shkencore është një praktikë që na ndihmon në përqendrim, na ndihmon në rritjen e vetdijes, na ndihmon në balancimin e emocioneve tona, ndikon shumë mirë edhe në çështje të ndryshme shëndetësore, do të thotë ka efekte shumë të mira. Mirë, po ana shpirtërore e meditimit, do të thotë nga perspektiva ime është që meditimi është një praktikë shpirtërore që na ndihmon mu lidh me Zotin, na ndihmon me njoft krijuesin, na ndihmon mu kthyt te çaja vedia që ty t'ka kriju një krijem që është shumë i fuqishëm se gjithçka që ekziston në këtë planet dhe ti me njoft që krijem, edhe kur do që ti e humb rrugën, do të ti ki me humb prej çati krijimi edhe do të ki me humb veten, kështu që është shumë e rëndësishme me kuptu se ka po shkojmë edhe nga jemi tu e ambajt. Ka praktikat e meditimit që do të thotë prap lidhen me entitete, lidhen me, do të thotë, hyni të ndryshme që janë të rrezikshme. Edhe do të thotë duhet me i trajtu edhe duhet me i diskutu se me çka po lidhemi saktësisht kur po meditojmë. A kisha mujt pak me ndërlidhje në qëtë pjesë. Shpeshherë në aspektin psikologjik që kjo lidhja me entitetet. Ose hynit. Po, shpeshherë ka të bëjë edhe shumë me një anë tonën të ertë që na shpeshherë e ignorojmë. Pra që ka të bëjë me instinktet tona, me konfliktet tona, tjetës përditshme që na shpeshherë i ignorojmë ato, edhe i konsiderojmë sikur ato nuk janë tek ne. Shpeshherë jogat ose meditimet na kthejnë drejt këtyre konflikteve ose drejt këtyre anëve të errta tona që ne në jetën e përditshme i mohojnë. Dhe shpeshherë ato kur aktivizohen din me konë shumë të rrezikshme. Këtë pjesë, kjo është që trauma dhe entitete. Kur e ke nis ti jogën, e ke nis për këtë pjesën e praktikës, dhe pastaj rrugës e ke mësuar që e ka edhe këtë pjesën e lidhjes me identitetet, edhe joga edhe meditimi, dhe kur kem rria ne ke thonë, ka dalë se qenë ka rrezik kjo punë. Nuk po dashka me shku ande. Edhe i kom provu edhe çështjen e praktikave të ndryshme të meditimit që janë të rrezikshme, edhe fatmirësisht kom di qysh me mbrojt vetën, kom di qysh me rujt vetën, edhe nuk kom pas ndaj rrezik, mirë po ka njerëz që mënën me pas shumë rreziqe. A mundet me i manipulu trajnerët? Po, patjetër. Do të thotë edhe kisha dashur bile me cek është një trajner, besoj që e njeni shumë njerëz, është Joey Dispenza,
është një trajnar global i meditimit, edhe do të për një kohë shumë gjatë, njerëz kanë dalë të tregu se si te Joe Dispenza kanë fillu me pas gjatë meditimit, do të lidhje me disa krijesat qenje të kaltërta, që janë shumë gjigante dhe do të njerëz kanë fillu me tregu për ato qenje të kaltërta. Joe Dispenza për një kohë shumë gjatë do të nuk ka tregu për këtë fenomen, edhe me kalimin e kohës pa tjetër që u dasht mu përbal me gjërat që ka ndodhë aty, edhe ka dalë në interviste dhe do të ka potencu që po a i bashkëpunon, do të me ato krijesat, apo me ato qenjet blu, me ato qenjet e kaltërta. Kështu që kisha dasht me ditë edhe perspektivën e islamit se... Po, prandaj, pasi i morëm këto, po më intereson. Çfarë ndodh vërtet aty, kur do të njerëz shkojnë deri te çajo pik e bashkëpunimit me krijesa të tilla, se unë mendoj që aty është rreziku, se përveç Zotit do të na nuk duhet mu lidh me asnjë krijesë tjetër në proces. Resuli si gjithmonë që është kreativ edhe sonte